nuk bëj bisedim me ty deri në momentin kur se je realiste dhe e vërtet dhe çka ki me dhonën. Kaq dua. Pse mendon që jam realiste? Po nuk je. Pse? Një argument. Këtë loja që i ke bote, këtë lotha janë. Edhe kjo më bë mua që jam njëri falc, sipas teje? Jo, ato që i ke dosh mi rrit mi bot më dhoja, të madhe, mu kap të një gjaj madhe, po, pse? Kur femra nuk përkrah femrën këtu që kam bërë të madhe, kur një mashkull ke që përdor një femër tjetër për ta eskalu për prajnë. Përkraje vetën të jepet i maksimumin për vetën. E kam bërë të madhe kur është bë dhuna fizike, e kam bërë të madhe kur një mashkull ke që përdor një femër tjetër këtu për ta eskalu për prajnë. Janë ata për dhunë, edhe këtu duhet me përmen, që dhunë nuk duhet me bo. Po pse s'reagoni? Po nuk kam me bojnë mu viktimizu, as me bojnë doja palidhje. Oj, Alba, me mu nuk ta shetë shpirë. Pse e përkra dhunën Fjolla Morina? Unë e përkraju ti dhe të tjerët. Kur nuk ka shanse unike. Sepse në momenti kur është bërë dhunë fizike këtu në shtëpi, ju nuk keni reagu fare. Filma mu dogë bukur, kur vjen prajmi. Fjolla Morina, pse përkra dhunën fizike, ti që je femër e fort dhe që ke vuajt në jetë? Jena këto, qaq. Në rrasë se ti ke vuajt në jetë, pse përkra dhunën fizike këtu Fjolla Morina? Po foljo në për vujtje, unë s'jem të të folj për vujtje. Pse përkra dhunën fizike këtu, kurse gjithë femrat e kemi përjetu dhunën fizike, pse përkra Fjolla Morina dhunën fizike këtu në shtëpinë e Big Brother Big 4? Ku është mesazhi që Fjolla Morina jep këtu? Jep mesazhin. A kemi vujt gjithë femrat për dhunë fizike jashtë atyre mureve? Gjitha femrat, edhe ti e ke vujt. Edhe unë e ka vujt dhe gjitha. Dhe tani, kur femrat këtu e dhunon femrën, pse Fjolla Morina e ke përkra dhunë fizike? Qa të dhunova unë e ty, hajt? Pse e ke përkra dhunë fizike? Kush e përkra i dhunë fizike? Kur përkra ti dhunë fizike që më shbër mua, mos bëk si loja palidhje te Big Brother këtu mrena, dhunën se na pranut me këto dhuna me këto sene. Oj qik, se doshta me thona ma shikër. Kush femra e fort? Oj qik, mushëmen se kom milionë. Unë e të mbushe men. Nuk dua të mbushe men në rast se men të juja janë të kraja dhunët fizike. Gjithë femrat kemi vujt dhunët fizike jashtë të mureve. Dhe në cilën mënyrë. Ka zë cilën mënyrë për gjitha femrat kemi përjetu dhunët fizike. Apo do mi bo matë mdhajt, inteligenta, ata që janë të meshëm, apo dënë ata flesh, ose edhe dhunën e ndaj femnave, se dhunë e dina që ka pasën, se flet me kamera dhe jo me Alba Polozhanin. Kjo është Alba Polozhanin, mundohet me nxyket ka pak shkurte. Ke ardhë për publikun apo ke ardhë me neve? Ti Fjolla Morina, femër e fort, që përkra dhunën fizike në shtëpi, vetë femër e fort nuk dhja mu të vlogarisë. Unë e shkri talentin qështë duhe. Qysh ma do qefi mua. Duke përkra dhunën fizike, shkri talentin. Duke e përkra dhunën fizike, shkri talentin ti Fjolla Morina. Duke e përkra dhunën fizike. Se sa jena qëto? Një mujë na i kumbo. Njëjtën sane, dropak, ndryshon a i zanë, hajtë Allah, i ljose e s'kishtije. Pakton, unë nuk e përkra dhunën fizike si që përkra ti Fjolla Morina. Ti që tua mesazhin, ti që ke përjetu dhunën, unë që kam përjetu dhunën dhe gjithë femrat që jemi këtë shpi kemi përjetu dhunën. Dhe jeni ju femrat që përkrajnë dhunën këtë shpi, dhe jeni ju femrat që bëni dhunën fizike këtu në shpi. Dhe pastaj kërkoni që meshkujt e botës mos i bëjnë dhunë fizike një femre, kurse vetë femra këtu dhunon fizikisht femrën. Hajt, kalzona na i sen tjetër për jetë, daj story na i qka. Si pre ti që një mashkull mos e dhunoj fizikisht femrën. Si pre ti që mashkulli të respektoj femrën, kurse tu femra nuk ka respekt për femrën dhe femra nuk e mbron femrën fizikisht. Si duke mbrojt dhunën si ti Fjolla Morina. Si ti duke mbrojt dhunën Fjolla Morina. Si ti duke mbrojt dhunën Fjolla Morina. Një gjë që kam kuptuar të shpije, është femrat presin për krajen e meshkujve dhe janë femrat që ofendojnë dhe dhunojnë femrën këtu në shtëpi. Dhe ju kërkoni që bota, që meshkujt e përkrajnë femrën, kurse vetë femra ja fut njëra tjetrës. Mama nin mu fort, ata futi, asta futi, qa pëm vynte bre? Ashe vërtet. Qa pëm vynte? Ashe vërtet. Ashe vërtet që ne femrat jemi të regu këtu monster ndaj njëra tjetrës. Shkajt, kush jete? Qa vynti mu? Qa vynti mu njës? Unë e di qka du njëtën teme. Unë e di qka du njëtën teme.
Unë e di çka du njetët e ma. Ti se di çka dën. Ti se di çka dën. Njeriu do të me di çka dën. O le dhunën ti mos u bë viktima këto. Dhunën e femra. Sepse s'ke reagu. Shkurta nashtu e lujt ashti. Se s'ke reagu. Hajde shkurta, bënë pak si shkurta se ka ik shkurta e puna mungën. Hajde. Bënë pak si shkurta me dhunë me këse. Hajde. Femra këtu, shiqar mesazhi po japi femra këtu. Kërkojnë drejtje mashkullore. Hajde këtu, hajde. Hajde, bukuroshe. Ama shifë si janë femra këtu. Hajde këtu, hajde. Lej, kujna pithuti, hajde. Kujna pithu, hajde. Fjolla një pyetje. Kujna pithu, hajde. Musëm Fjolla një pyetje. Ti mirë me këto, hajde njani tjetër. Fjolla një pyetje. A kena përjetu gjithë femra dhunën jashtë sa shtëpia gjithë femra që jena këtu. Hajde musëm thuj tash. Ej, shële, shuj. Jo, kjo nuk para në bashkë në debat. Shkoj luj Kilivinca me këta. Kilivinca shkoj luj me këta. Klikera luni bashkë. Ishmo, iksem të lojant. Pa qa, mos më të qatë dëshmë kërcenu? Pa e kërsnu me ju s'kërsnajt. Po e kam dignitetin tem edhe personalitetin tem. Zdarka më. Unë për afrove, gjipë se për. A je burë, Torp zjanë, torp dhe me të ardhë. Qa debat ka kjo? Debat, qëfar debat i kite bre? Debat, jam. E keni marrë zanat që shku të ftyra, fil. Debat, jam. Unë e di për që jam e zhgënjime nga femra Te po këtu më shpi. mube debat. Te debat. Bo dha ju. Aspekt mashkullor në të gjitha drejtimet dhe janë vetë femra tu që ofendoj njëra tjetrën dhe dunojnë fizikisht njëra tjetrën. Dhe momenti ku një femër dunoj një femër, të gjitha nuk e ngrejnë zërin, po heshtin edhe bëjnë mirja bëri se e meritonte. Fjolla. Qatë përkraje në presin nga ju si meshkuj, në rrasë Që shi unë bëju në shajfe. problemi jam. Në rrasë unë dunoj femrën, Ani kapi flok se këtë flok t'i ka ratë në Hajde kushin. shkur se... që përkraje do presin nga ju meshkuj? Shko flaj me shkurtën pak tash, hajde. Se shkoj që flajshe me shkurtën, hajde, bëjtë doja me Se shkurtën. ankomi ne, Jashtë, moj, jashtë, Ti të jashtë. shkurta as të thojni së një vjen. 700 familje kanë dimu. Dhunën. O e fjolla. Çfarë dhunë o kjo? Ti djem ti kish Dhunë po katru. bën te. Ti Dhunë djem po ti kish bën te katru i kilon. psikologjike. Dhunë psikologjike ti po bën. Ndaj njeriut. Se për kapi shkurtën, që Dhunë është nuk ka jashtë. kjo ngritje Ti zërit. ajo që i kinda Dhuna burat prej psikologjike është familje gjëja më e për filo, keqe, veti psikologat. O ti e Dhe që veti, kinda. dëgjoj, veti mënyra psikologjike. Lema që mori për shkurtën. Mënyra Çka po polish për psikologjike. shkurtën? Ti ajo që i kinda bura prej fëmijëve, për familje. Ti. Asnjëherë kur Ti kinda familje. Kur kush me kërkon Ose nuk prej do. shkurtën, ai ka ndimu 700 Kur kush familje. nuk do me kërkon. Ti kinda familje, ti kinda bura prej familjes me fëmijë. I kilo familje, familje pa fëmijë ti kilo pa babën në shtëpi. Ti e po keshët. Shkurta i kanë ndimu 700 familje. O zilam jete. Okej, hajde up atje. Up. O zilam. E kërkoj edhe lypi. O zilam. ke prek në moralin e një femre. Jo, s'është morali. Ke prek në moralin e një femre. O amak se nuk Labi e shitet ke këtë shumë shqiptari. Mos e prek shkurtën. Nuk shitet, o Mos e prek amak. shkurtën, 700 Se familje. prekesh në morali femrës. Nuk shitet Po kjo kjo nuk amak. vjen me fol. Ne vjen. Se prekesh në morali Pa e femrës. din. Se prekesh në morali dikuj tjetër. Popullat, ka zëj që nuk i shitet kjo. A tham labi, bo me shari ofendime dhe vetë se që do ndalosh. Se prekesh në morali një njeriu tjetër. Ku e gjen ti vullnetin dhe të drejtën të prekesh të morali dikuj tjetër, lab? Pse prek me shkurtën? Shkurta ka Po shku. ti pse bie në nivelin e asaj? Po prek edhe në moralin e dikuj tjetër. Pak ma ka Po dalë. ti më lab pse bie në nivelin e Pak ma ka dalë se keni prek asaj? edhe në moral se këtë e kur. prek shkurtën. Lejni Po ma e di sa betet. turp është për një musliman që lexon Kur'anin dhe jep shembullin që duhet të prekemi te morali dikujt tjetër, më lab. Jo, s'është ashtu. Dhe t'ja përme edhe raste faktike, edhe raste të vërteta i ke, përse ti ta bësh atë gjë të flasësh për moralin e dikujt tjetër, është Zoti më që i shef gjërat nga po, e ka lart, pas dhe Zoti. Zoti jep dënimet e dura E ka dhe pas shpërblimet Zoti, e vallai. dura te personat e dur në momentin e dur. Pa e s'ka argument, s'ka fleta, s'ka të kugjëjq. Po ti përse? Unë i them ato, që mendoj. A e pse? O lap, qa mesazhi e duke dhënë më shumë 700 publik? familje ka dimu shkurta, fol për shkurta. Neve shkurta është Po njeri mirë më lab, jepi vlerat shkurtës, po ti mos u bë ofendues ti thua Shkurta shpjolla ka Morinës dimu, a e ti që ajo ke që ndar ka shkurta? burra nga gra dhe burra nga familja. Sepse për një gjë ti je labi sigurt. Kur ndahet një familje, nuk është problem personi i tretë. Është vetë problemi të një nga dy persona të shëndonja problemi. Në rast se burri është i fortë, nuk e lën gruan
për kënaqësitë momentale. Po, që to ki E mban gruan edhe fëmit. Edhe në rast se gruaja e don burrin edhe fëmit, nuk i lën për kënaqësitë momentale ndaj meshkujve tjerë. Edhe ky është fakt. Në rast se janë ndarë familje, shkaku i fjolla morinës ashtu si thua ti, janë ndarë familjet se kanë qenë burrat e dop, që janë gënjy për kënaqësi momentale dhe ka qenë femra e tyre që ka qenë e zonja mjaftueshëm, ti kuptoje dhe ja kanë dhënë drejtimin burrit vet. Ani mirë, çto fjalë dolën tash në piktima. Po ço tash në favor tonën. Kjo rregull se fole me vend tash. Bravo. Perfekt. Nuk kuptova gjë shkurtë, 700